Projekt buxheti I vitit 2026 në fushën e mbrojtjes sociale synon zbatimin me sukses të reformës së programit të përkujdesjes sociale në 3 shtylla kryesore të tij: ndihmë ekonomike, aftësi e kufizuar dhe shërbime sociale. Me buxhetin e vitit 2026 synohet që numri I familjeve dhe individëve në nevojë të përfitojnë nga skema ndihmës ekonomike, të parashikohet të ulet në 59.000 përfitues në vitin 2028, ndërsa për vitin 2026-2027 parashikohet një ulje prej 1.000 familjesh në vit. Synimi është punësimi I antarëve në moshë pune të familjeve përfituese. Numri I përfituesve nga PAK dhe kujdestarëve të tyre pritet të arrijë në 98.000 përfitues në vitin 2028 nga 94.000 në vitin 2026. Në zbatim të skemës së re të vlerësimit të aftësive të kufizuara sipas modelit biopsikosocial dhe standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetit, synohet krijimi I një sistemi shërbimesh integruese që kombinon pagesat me shërbimin dhe përkujdesin social. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale synon mbështetjen e personave nga grupet e pafavorizuara përmes punësimit në ndërmarrje sociale. Synohet të punësohen mesatarisht 150 persona çdo vit me një fond për 80 milion lekësh gjatë periudhës 2026-2028 për integrimin në tregun e punës të kategorive të ndryshme sociale dhe ekonomike. Po ashtu synohet rritja e numrit të personave të punësuar në ndërmarrje sociale në raport me antarët në moshë pune të skemës së ndihmës ekonomike, duke arritur në 5% me vitin 2028, si dhe rritja e numrit të personave përfitues nga shërbimet sociale të financuara nga Fondi Social nga 11.000 në vitin 2025 në 15.000 në vitin 2028. Projekt buxheti parashikon ofrimin e 95 deri në 115 shërbimeve në bashkitë e vendit, me një fond prej 400-450 milion lekësh për gjatë periudhës 2026-2028. Përfitues parashikohen 61 njësi të veçqeverisjes vendore të vitin 2028 nga 43 njësi në vitin 2025. Projekt buxheti parashikon dhe financimin e politikës së mbrojtjes së veçantë nga shteti për gratë e papuna me 3 ose më shumë fëmijë deri në moshën 18 vjeç, ku një prej tyre është nën 5 vjeç dhe familja ka të ardhurat prej 100.000 lekë në muaj. Periudha e kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare nënkuadrohet si periudhë sigurimi për efekt përfitimi, pensioni, pleqërie dhe barrëlindje. Synohet që të përfitohen 8.700 gra në vitin 2028 nga 8.300 gra në vitin 2026 me një fond mesatar për 870 milion lekësh gjatë periudhës 2026-2028. Synohet rritja e numrit të grave dhe vajzave në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet të përkujdesit social, 55 gra vajza në vitin 2028 nga 47 në vitin 2025, si dhe rritja e numrit të familjeve rome dhe egjiptiane që përfitojnë nga skema ndihmës ekonomike nga 2.400 familje në vitin 2025 në 2.700 familje në vitin 2028. Në fushën e sigurimeve shoqërore për periudhën 2026-2028 synohet garantimi I mbulimit sa më të plotë të popullsisë me element të sigurimeve shoqërore të detyrueshme të mbajtura në nivele të qëndrueshme. Raporti I kontribues përfitues për pensionin e pleqërisë pritet të jetë 1.14 në vitin 2026.